Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallxo për një me. Sonte po e transmetojmë intervistën me Fatos Mustafën, lidhur me përvojën e tij si refugjat në vitin 1999. Mustafa është një prej 10 qytetarëve të Kosovës që është paraqit vullnetar për ta nda përvojën e tij si refugjat. Ai është dëbu prej disa lokacioneve të ndryshme në Kosovë, edhe ju ka përgjigj thirrjes son për të rrëfyer përvojën e dëbimit në mënyrë që kjo me urujt për gjeneratat e ardhshme në muzeun e ri që po hapet në vagonin e stacionit të trenave në Prishtinë së shpejti. Ta ndjekim rrëfimin e Mustafës. Një Fatos Mustafa, vi nga fshati Mihaliq, komuna e Vushtrrisë. Në 99 kom jetu në Prishtinë, por para 99-s, deri kur jam largu prej fshatit, unë kam jetu në fshat, jam lend, jam rrit në fshat, deri në vitin 1997, kur edhe ka ndodh intensiteti më i madh i luftës, ka filluar, nëse mund të them tamam lufta, edhe ku ka qenë ofensivat e para në Kosovë. Me 24 mars në 99 kemi qenë në një banesë që kemi qenë në shfrytëzim në Prishtinë. Pas ofenzivës së parë në zonën ku na kemi jetu, ne jemi largu nga e zonën dhe kemi zhvendosur në Prishtinë. Dhe kur kanë filluar bombardimet kemi qenë fiks në banesë, ku në momentin kur kanë ndodhur bombardimet kemi qenë 16 anëtar, domethënë të familjes së ngushtë dhe familjes Matxhan nga ana e familjes. Kur kanë ndodhur bombardimet unë kam qenë 14 vjeçar. Pastaj, domethënë, ajo periudha sa kanë qenë bombardimet deri në largim me datën 3 prill, ka qenë periudha kur nështë ka qenë pikpyetja më e madhe e së armës, e shpresës, se çka mas, ku mas, edhe kush mas, edhe kur do të përfundoj. Sigurisht në atë moshë nështë për kontekstin sot është moshë e re me mendu aq gjanë, po nështë konteksti i kohës na ka bërë me mendu më gjanë edhe me bë krahasime edhe me konflikte tjera si fëmijë. Kemi pas momente kur kemi thonë a do të jemi edhe neve në një konflikt i pa përfunduar asnjëherë, një konflikt që mbetet gjithmonë i hapur, edhe ka qenë pikpyetja më e madhe nëse ku do të përfundojmë mas këtij kësaj, nëse do të përfundojë ndonjëherë. Luftimet kanë qenë sporadike. Në atë kohë kanë qenë sporadike. Aja që për mua ka qenë ndoshta shqetësimi më i madh ka qenë edhe involvimi i serbëve lokal të fshatit Ngjit, që është fshati i Prillush. Pse ka qenë shqetësim, sepse për mua ka qenë një poshtë dhe një pikpyetje e radhës çka mas konfliktit, ku do të mbetet raporti i njerëzve, sepse njerëzit për rreth ato fshat na këtë janë njohur mes vete në atë kohë. Dhe ajo e ka rrit domosdoshmë shqetësimin e radhës, edhe sikur të ndodh konflikti, si do të përfundoj raporti mes njerëzve. Pastaj pozicioni gjeografik i cili ka qenë shumë i papërshtatshëm, ndoshta edhe për raportin, për të rritur raportin mes asaj. Unë më mend në një moment u kujdesa për baktit, mbylla domethënë gjithë baktit, edhe tu shku në shtëpi, ka ardhur një plumb që ka kalu këtej, dhe ka përfunduar në garazhin tonë që kemi pas. Unë mendoj që ka qenë një plumb qarr, për faktin sepse mënyra që është pozicioni gjeografik e jep një gjë tillë, nuk kam pas mundësi me qenë target i drejt për drejt, por gjujtjet e tilla sporadike kanë qenë vetëm gjujtje qorras. Nuk është që ka qenë të targetuar, por ka qenë thjesht për të mbajtur një konflikt aktiv. Dhe ato kanë pas poshtë dhe pasigurinë e vet, sepse kur nuk e di në çdo mbrëmje, domethënë saqë në një moment filluam kur s'kish gjujtje, domethënë na fillosh atëherë me u frigu, kur gjujtje nuk ishin, jo kur kish gjujtje, sikur filluam me u familiarizu, me u ambientu me gjujtje domethënë e përnaçme sporadike kryesisht nga ana, po kishte rast domethënë kur pastaj kishte edhe kundërpërgjigje nga ushtarët nga krau tjetër. Është rënqetja domethënë ajo ora 8:05 minuta kur televizioni shqiptar në zgaboj ka qenë Besa Çeku, kur dha lajmin se sapo erdhi informata që bombardimet filluan. Ka qenë një moment i marrënqetës, ka qenë një përzierje ndjenjave mes gëzimit, mes shpresës, edhe mes të pasigurisë, por ndoshta po flas për gjithmonë si fëmijë, perspektiva ka qenë ajo që, okay, domethënë shpresa tani po fillon.
tani të armës ose tunelit me shifet rita. Edhe majmen të 16 antarët, së në mos në fëmijët, unë kam pasur edhe djalin e Axhës, cili me 5 ditë kemi diferencë me ata. Edhe filloi të më thonë një super gëzim, derisa në anën tjetër ishte pasiguria sepse ishin në një zonë gjithmonë mali ta ofron ndjenjën, nuk thonë që është më sigurt, por mali ta ofron ndjenjën që mundesh dikun me u skaju, me u përgjedh, ndërsa në banesë për mua ka qenë ndjesia që je komplet i dorëzuar, pavarësisht që për momentin je në fizikisht sigurt, por në çdo moment. Dhe mbaj mend kur i kam pasur nanës edhe babës që nëse dikush vjen na kërkon, sepse ka qenë edhe periudha kur i merrshin djemt e ri, i kinda po ishën se më thonë, edhe unë kam banu në katin e tretë. Edhe i thash babës dhe nanës, nëse në kush vjen me më kërku, më të regoni se më du me këcy për i nalt, sepse unë me që atë jam konsideroj se do të jemi vram, por ajo është më një fishë shpresë që unë do të mbjetoj. Ne du në për 24 mars deri me 3 prill kemi qenë aty. Nëse majmen ka qenë deri me 1 prill, ka qenë ajo periudha bombardimeve, du në her pas herë, sigurisht për cjellja e këtë kësajna, filloj me u reduktu ushqimet, mbaj men se ka qenë nështë dieta me madhe, nëse në herë këzej me quj dietë, kur ushqimet i kemi pas me të numërune. Sepse ka qenë numëri madhe njerëzve që kemi jetu, po ashtu ka qenë se sa do të zgjase, jo se nuk ka pas nështë rezerva mjaftueshëm për këtë periudhë një javë dhe ditë, po nuk kemi ditë se sa do të zgjase, prandaj na fillu me reduktu sasinë e ushqimit për të hangër. Edhe kemi përcjell po ashtu nga dritaret. Sigurisht kemi qenë komplet të mbyllur, edhe kemi filluar me i pa njerëz të maskuar kur filluam me zbraz. Në zgabim nga data 1 prill ka filluar zbrazja masive, edhe ka qenë bloqe. Ne kemi pas pamje në bregun e diellit, nga pamje nga ambulanta, në bregun e diellit, tash është rruga Hyzritalla, në atë kohë pamja ka qenë e hapur sepse ka qenë nga pjesa e ambulantës që ka qenë një fushë shumë e gjanë, por që ka qenë fusha operative, tash nga konveshtrimi sot që e kuptoj, e paramilitarëve për të grumbulluar njerëzve dhe për t'i rëndit, për t'i quajtur, për t'i larguar. Edhe ka qenë periudha, ne kemi pas edhe një polici veshun që gjithmonë është enë me automatik, e kemi pas në kat, kemi pas përballë në banesë. Që për neve për ka përballë ndoshta pasigurin më të madhe, se një ditë ndoshta ky do të jetë ai që do të organizojë një gjatë të tillë. Neve na ka arritur edhe më tepër pasigurin, prezenca e tij fizike, ai ka hyrë ka dalë, gjithmonë në hyrjen e daljen e tina, kur dera e tina ka rruplluna, gjithmonë e kemi pas çka mas. Mas asajna me datën 3 prill, ka ardhur, nëse mundem edhe një element, në atë kohë në të gjitha hyrjet ka pas nga 1 ose 2 telefona që i kanë lënë aktiv, të gjithë të tjerët i kanë ndërprej. Për fatin e mirë ose të keq, telefoni ynë kanë qenë 1 prej 2 telefona që kanë mbetë vetëm aktiv në hyrje, ku në ndërkohë familje tjera kanë shfrytzuar si pikë të komunikimit me njerëzit jashtë, për t'i treguar që na hala jemi gjallë, hala jemi në Prishtinë, ose kur ka pas diku ka thonë unë po lëviz. Edhe në atë moment, në një moment mbaj mend kur ka ardhur dikush prej kujshive fqinjve në hyrje, edhe i ka pyeta mundemi me ardhur me i thirr djemt jashtë. Edhe ideja ka qenë me i thirr në telefon djemt të ty në jashtë. Edhe nana po hyn mbrana, po thot baba thot Bedro, po pyet një gru a mundem me thirr djemt jashtë. Edhe për mua ka qenë ai alarme që po më thirr mua me shku jashtë. Edhe unë kom marrë drejtimin drejt balkonit, me kthyer për balkonit. Edhe më ka baba, më ka thonë jo birë, po thot në telefon me thirr dikun jashtë. Edhe jemi ndalë, edhe unë dhe djali Axhës jemi ndalë në atë moment, edhe kjo ka qenë një pjesë. Kur ka ndodhë ftesa që na me dalë jashtë, ose urdhni për me dalë jashtë, unë thash nuk e maj mend nëse ka qenë ftesë ose urdhë, nuk e di si ka qenë, por kemi dalë poshtë e hymja, aty ka fillu organizimi i grupeve të maskume. Aty kanë fillu grupet paramilitare, cilët kanë qenë super të organizuar,
komunikimet kanë qenë me radiolidhje të tyne, ma i menu radiolidhjet, ku ata pastaj i kanë bërë gjithë koordinimin, po kanë qenë po ashtu një lloj karvane edhe i tyne i mënyrës së organizimit. Jo, sigurisht sa na rresht, po ka pas gjithmonë, si më thonë, çdo 10 metra ka pas një person që ka qenë super i armatosur, gjithë kanë qenë me maska, të cilët domethënë janë kujdes që ai rreshti mos me lëviz askush nga rreshti. Para dëbimit ka qenë edhe një rast tjetër ku kemi pas kontakt me qikën e Agjës në Vushtri, kur ata i morën me dubu, folëm me ta dhe tha, kam fillu me na thirë me dalë. Ata kanë pas vetur dhe kanë pas një kamion, edhe u përshëndetëm, edhe për një moment u kthy dhe njëherë mrapa, thirë dhe si më tonë dhe mas një 5-7 minuta dhe tha, babën për të bac, edhe njëherë ta për herë fundit ta përdu, tha me të përshëndet. Tha, du më përshëndeta se e veta në kanë vendosën kamion, tha edhe po hecën ta për blac. Ikën ata, pastaj erdhi radha jonë, kur ishte me datën 3 prill, veç kanë ardhur, nuk e di askush ka ardhur deri, askush na ka thënë, me dalë thjesht, organizimi nuk e marr mend se si ka ndodhur, veç na ka thënë me dalë gjithë për jashtë, edhe me u nis për stacion trenit. Kemi dalë poshtë, kanë qenë të organizuar me maska, paramilitar, cilët na kanë dhënë drejtimin, na kanë vendosur për rresht. Atëherë nuk është që kam njohur Prishtinën shumë, nuk e kam ditur kështu gjeografikisht, orientimin sikur s'bëhet llafsi tani, por më mend që prej kur kemi fillu, prej banesës, tash në perspektivën sot imagjinoj ka qenë rendi njerëzve deri te stacioni i trenit. Kur kemi shkuar te stacioni i trenit ka qenë një kaos i vërtet. Ka qenë një nuk e di si ka pas mundësi me mbijetu një gjë të tillë, ku si jasë nuk ka ndalë dritarët, ka qenë që shumë e shtypën për njerëzve, u mbush derisa nuk zuni më njerëz. Kur kemi afru stacionin e trenit, ajo turma, ai rreshti njerëzve që thash nga bregu i diellit deri në stacionin e trenit, besoj që ka pasur prej anëve tjera të Prishtinës, jo vetëm nga bregu i diellit. Unë flas vetëm për pjesën nga bregu i diellit, kur shku në stacionin e trenit ka qenë një blac tjetër, ka qenë një blaca e parë që unë e kam përjetu. Nga ngarkesa e njerëzve, nga turmat e njerëzve, ku secili do i kemi hypë në tren, po treni kishte sasitë e limituara. Ka qenë një super sfidë njëherë veç me u fut në pjesën e trenit. Rrugës, pas e kemi dalë në Fushë Kosovë, ku ka qenë pika ku atëherë u folke mes njerëzve, që po binë edhe njerëz tjerë. Në hyrje të Fushë Kosovës, apo në dalje të Fushë Kosovës, ka qenë një kufom në krahun e djathtë, kur kemi lëvizur në krahun e djathtë në tokë. Thjesht një kufom, për mua ka qenë si kufom me djegun, ndoshta ka qenë karbonizuar tash nga perspektiva sot. Ka qenë një kufom që për mua ka qenë mas një det tjetër i të menduar. Pse kjo kufon këto? Kush ka mujt me qenë kufon? Pse ka përfundu këto? Pse si ka marrë dikush? Nëse dhe kanë vrarë, pse kanë marrë me largu? Gjithmonë nga perspektiva një 14 vjeçare. Edhe pastaj ndonjë lëvizja e ngadalshme, aty më mend në tren doli informata që e kanë vrarë Femi Aganin. Aty ka qenë, mendoj ka qenë një thymje e secilit njeri që ka marrë, sepse Femi Agani ka pas një refleksion ndryshe dhe plus kur vrahet një lider, vranë në shpirtin e popullit. Kështu që më mend, baba tha, baba kështu është përmbajt në kuptimin e deklaratave, sigurisht që mos me ndjell pasigurinë, ku diun tha, na pas ka ikë një njeri i madh. Kështu në tren, na pas ka ikë një njeri i madh, kështu edhe Lirkundit kryet një 3 herë. Edhe ka qenë ajo pjesa ku rani heshtje,
në mënyrë njerëz është habishëm domosdoshmë se si u shpërndaj këto informata. Ishte habishëm domosdoshmë atë snorime për shkruar domosdoshmë këtë pjesë rani heshtje, nana filloi me çajt, edhe pastaj me ato lëvizje ngadalshme, më jetaja kufoma që për mua ka qenë periudha domosdoshmë që më ka mbetë domosdoshmë në memorien tem. Është një fotografi që se heq dot nga memoria. Vazhdum rrugtimin, përfundum në Blac. Në Blac, sa më ka qenë treni ka qenë ndalu para se më fut në zonën aty në hapësinave të gjana të shinave. Edhe na kanë kërkuar domosdoshmë se cili me hec mëna vijave të trenit, dhe na thanë që kushdo që del domosdoshmë bie në mina. Gjithmonë ka pasur domosdoshmë paramilitar që janë kujdes domosdoshmë që na me hec në pranë. Edhe më mend domosdoshmë të hec vajza Axhës ka qenë në pjesën nalt ku kanë qenë parkingjet, edhe ka qenë ato rrjetat e rrethojave, tash sigurisht ka qenë ajo terminali doganor, tash kur e kuptoj, domethënë edhe puna përshëndet ta bac ta neve ta puna kthejnë. Nuk na lën me dalë ta puna kthejnë. Prej krahut atje. Ata kanë kthyer ata masën, kanë qenë të zhdukun, domethënë kanë qenë me 22 maj, në masakra e ushtrisë. Kanë vrarë ata me burrin e saj edhe me kunatën. Kanë 3 fëmijë shumë të vogël. Edhe pastaj kemi përfunduar në Blac. Në Blac ka qenë frustrimi më i madh, përveç të mos shpresës që po dalin në postelim ku përfundojmë. Ka qenë frustrim grupe të caktuara të shqiptarëve që ose të paktën shqip kanë fol. Në pjesën e grupit të njerëzve ka qenë një grup. Për mua ka qenë një super krim i organizuar që se kuptojsha domosdoshmë çfarë ndodh me qasjen sjellën aty në njerëzve. Për mua domosdoshmë frustrimi më i madh ka qenë çaja pjesë. Ata kanë folur shqip. Vazhdojmë menduar që kanë qenë shqiptarë. Vazhdojmë menduar që kanë qenë shqiptarë, domosdoshmë sepse gjithçka më ka bën me kuptuar që janë shqiptarë. Mënyra e veshjes, foljes, domosdoshmë ka qenë një shqipe totale domosdoshmë sikur krejt neve. Ajo që mund ka shqetësuar ekstrem shumë dhe më ka bën menduar që ka qenë një grup i organizuar sepse kërkesat e tyre kanë qenë financiare. Kërkesat e tyre kanë qenë financiare, ka qenë për keqpërdorimi i femnave, kanë keqpërdorur domethënë edhe femna, i kanë pas ambiente të cilat qytetarë, unë si qytetare rëndam në kunguzu me shku. Edhe ata janë qasë në çdo ambiente. Ku janë konsideruar në ambiente që potencialisht mund me u qasë edhe ushtarët serb, sepse ka qenë te pjesa e zonës neutrale. Po ka krahu i Kosovës. Më mend domethënë që ato objekte nuk dia kanë qenë shtëpia, nuk e më mend, sepse ka qenë domethënë një fotografi shumë e rëndë për mua nga lodhja, por atje më mend domethënë që është vaje pjesa domethënë ku i kanë tërheq vajzat. Atje ka qenë pjesa domethënë ku nëse don me të ndihmu me dal maton, domethënë ka marka me pagujt. Nëse don me të sjell ushqim domethënë ka qenë për mua domethënë thymja që si ka mundësi edhe në çet pjesë, nëse do të cigare domethënë kushin kaq parë dush me pagujt, domethënë edhe në çat katrahur dikujt i vjen mend domethënë me bë për më tepër nga ana e shqiptarëve me bë domethënë gjëra të tilla. Edhe mua domethënë në atë vakt unë e kam qenë si grup mafios, ne kam ditë me çuj domethënë si krimi i organizuar, ndërsa nga perspektiva sot për mua domethënë ka qenë puro krimi i organizuar i grupeve të caktuara domethënë që kanë qenë elemente besoj që bashkëpunimi mes atyre. Po fakti që tërheqni femën pa dëshirën e saj na. E tërheqni femën pa dëshirën e saj na, domethënë sepse aty secili ka ofruar më qas me tentu me marr një informat, një rrugtim për me dalë prej pllacës. Unë kam qenë prezant kur i kanë marrë domethënë 2 femra që kanë filluar me çajt me bërtit, po kush më dal ndihmë aty ne. Se s'dishën nuk ka shikuar apo i del ndihmë. Unë si kam pa që kanë qenë të armatosur. Unë si kam pa që kanë qenë të armatosur, por kanë qenë të organizuar. Jo kam pa domethënë kanë qenë hapun domethënë të organizuar, saqë nuk nëse ti e ballafaqur me njërin e ke ditë sigurt që kemi ballafaqur edhe me ka 10 tjerë që janë këtu, sepse se ka qenë tip barikadimi. E ku i kanë qenë ato 2 femra që i ki pas? Atë pjesë më nuk e di. Sepse unë kam këtu më rapas. Por mos kanë qenë asnjë shërbime që kam mujt mi marr, as nuk i kam pasur mundësitë, as nuk kam pas besimin që ata kanë qëllimin, okay, po i marr parë, po ta kryj shërbimin çfarë, po. Pastaj përfundum një 2 net u vendosëm në një shator, ai ka qenë një kaos shpirtëror, kaos fizik, kaos higienik, kaos i gjithë shkajës.
Edhe unë dhe djali aq se 2-14 vjeçar, barra jon ka qenë që na me u kujdes me sjell ushqimet, ishin me traktorat dhe i gjujshin bukën. Se s'kish mundësi, domethënë, me shpërndarë, s'kish asnjë mundësi logjistike me organizu ndryshe. Edhe gjujshin bukën, na kemi qenë ata që i kujdesin, domethënë, me kap bukën, me kap në batanie, edhe me shku edhe me u vendos te shatore. Kam pasur gjyshin. Në atë kohë kanë qenë në moshën dikun të 66-7, rreth 70 vjet. Kam pas kunatën shtatzan, vllau ka qenë i veshur ushtar, ka qenë plagose me 22 shtator të vitit 98. Kam pas edhe kunatën, domethënë që ka qenë shtatzan për herën e parë. Edhe pastaj ato turmat që kanë qenë ideja për mu largu prej Bllacës, fillon me afru te kufini, edhe policët Maqedon, domethënë kanë pas val që kanë sjell shumë. Ndoshta për ta kontrolluar masën, nuk e di, edhe në një moment domethënë ata veç kapshin, domethënë kur do ishin edhe në një moment kapin mua dhe kapin kunatën edhe na ndajnë, domethënë u ndava edhe nga familja. Na vendosën në autobusa, kanë qenë sa më mend dikon 7 në fillimisht dikon 11 autobus ose 13, nuk e më mend sakt. Na kanë mbushur, domethënë ka qenë një super mbushje e tij. Na kanë filluar, neve na kanë dalë dikon ka ora 3 mesdite ose 4, rreth orës 3-4. Edhe na për disa orë kemi qëndruar në autobus. Edhe na thanë se do t'ju çojmë ta për Tetov. Kanë nis autobusat të rrugë, kanë filluar domethënë i kanë nis autobusat. Na kanë nis për Tetov, kur kemi afruar Tetovën, ka thonë lajmi ka qenë jo, po më na mjënojnë në Tetov sepse s'ka vend, do ju çojmë në Gostivar. Ose kisha ide as për një as për tjetër. Gjeografikisht, domethënë këtë pjesën e kam ditë Gostivar si qytete, por rrjedha gjeografike e rrugës se kam ditë. Edhe pastaj për fund kur afruam Gostivarin, ata jo as në Gostivar s'ka vend, do t'ju çojmë në Strugë. Për neve s'përbëjken ai ndryshim. Struga, Gostivari, domethënë Nëna ishën të raskapitën të presë, në isha pa gjumë, 2-3 natë isha komplet pa gjumë. S'kisha asnjë kusht vetëm për me flejt. Ma e mendë në moment sa këtu me kam flejt në kam në autobus. Edhe kur afrum të Struga, kalun Strugën, edhe fillun njerëz më thonë që kalun edhe Strugën për na qëmë për Shqipni. Edhe ma e mendë që njerëzit e zonës së Strugës, fshatnat Frëngovë dhe të tjera që janë, është një udhkryq para se të mërit të Qafthana, kanë dalë e kanë blokuar rrugën. Edhe kanë dalë e kanë thonë që jo, këta njerëz nuk do t'i çojmë në Shqipëri, na kemi vend shtëpia tona, nuk ka nevojë shteti më kujdes për këta, se na jetojmë me marë. Kanë kthy autobusat në fshat. Më që kanë qenë diku 7-8 autobusa, nuk e di se çka ka ndodhur me ata autobusa të tjerë që ishin fillimisht në Bllac diku 11 ose 13. Edhe ka qenë një super organizim i komunitetit aty. Ka qenë një ndjenja ma mikpritje, ndjenja që për mua ka qenë një konsiderova që nuk u largova shumë, përfundova me një vend, fillova me ndi vetëm me jetu edhe këtu. Ma e me veç Frëngovën ku unë kam përfundu. Edhe lista kanë qenë njerëz qaq mirë të organizuar me listë se kush, sa njerëz mund dhe çfarë përbërje duhet ketë familja që mund me akomodu, varësisht nga rrethana që kanë pas në familje. Si përfundim, ne përfundum me një familje fantastike, super mikpritse, familja e Abduladin Amzajt dhe Nejmia Amzajt, Dula dhe Neqa. Dula ka vdek tash. Na kemi vazhdu me mbajt kontaktet e tutje, kanë qenë një super pritje, jo që s'kam pas ndjesinë e luftës, po kam pas një ndjesi që nuk kam nashta fjalë për ta përshkruajtur. Një super mikpritje nga ta, kam pas shumë vështirësi në komunikimet e para, ma e mena atë natë, për nashta ka qenë edhe lodhja shumë e madhe, kur më rrita, ata fillu me më pyet, ka qenë çështje dialektit, unë jam rrit në fshat edhe sa që një moment fillu me më pyet serbisht, se s'mri shumë u kuptu. Nashta për mua ka qenë niveli i koncentrimit ka qenë super minimal sepse kisha 2 net pa gjumë. Plus nuk kisha një 7 orë që kisha nejnë autobus në kam, mas keq asoj, no? Edhe u akomodova atje dhe mbaj men kur e kuptuan kontekstin, unë isha me kunatën këto,
ata djemë që ishin, domethënë, se familja ka qenë me 3 djemë dhe 1 vajzë, domethënë vajza më e vogla, edhe ata filluan, ajo gruaja ka qenë aq e kujdesshme, aq fantastike u siguru tash për shkak të përbërjes tonë, përbërjes tyne, me u siguru që nusja ka me qenë domethënë vetëm, ka me qenë me gruan e shtëpisë, unë më ndonë domën, mi dha teshat e fëmijëve të vetë, më akomodoj me u pastru, me krejt edhe nesërmen, fillova të nesërmen me marrë veten edhe komunikimin edhe, po unë në bukë kam pas problem, fillova të mos me hangër bukë. Ishte dhe ajo periuda kur unë përpara së nësha bukë, edhe u akomodova. Unë kam grunë e Agjës nga Dibra e Voglën, se unë jam qytet pjesa e Maqedonisë, edhe ata kemi pas familje të kemi pas si pik kontakti për telefonat dhe për këto, në mënyrë që për të siguru që kudo që përfundon, në momentin e parë që mund qaset në telefona, me pas, domethënë si referencë, unë e kam ditë numrin përmendshëm të motrës së Grustagjës, ata kanë jetuar në Shkup, edhe punën e parë domethënë kam komunikuar me ta. Agja dhe gruaja e Agjës kanë lëviz me veturë, edhe ata veç kanë qenë në Shkup. U paraqitat e ata të nesërmen, i thash që unë jam film vend, jam akomodu në film fshatin, ata e njihshin shumë mirë, domethënë në zonën. Në film fshatin jemi akomodu këtu, por pjesa tjetër domethënë kanë vetë në Llac. Ata në ndërkohë të nesërmen në mëngjes, i kanë marrë nga Llaca dhe kanë përfunduar në Stenkovec. Si përfundim filloi me u riorganizu familja, unë akomodova shumë mirë, më pritën njerëz zakonisht mirë, më integruan, domethënë çaq shpejt ata njerëz, saqë nuk më rrinë as sot me spjegu një gjatë të tillë. Fillova nga vajza ka qenë e vogël atë kohë, ndoshta ka qenë klasa e parë, 2 e 3, fillova me ndihmuar në matematikë, kam qenë shumë zanësimi të pjesa e matematikë, ku janë këto shkencat eksakte, fillova me ndihmu, me u integru në atë pjesë. Edhe pastaj kur familja ka këtej, me njohjet që kishin me shumë përpjekje rrjetin e familjes Grustagjës, mbritën ata me nxjerrë edhe familjen prej kampit. Edhe u vendosën një familje në Shkup, familja Jahiu, ka vdek ndjeri tani, një super adëtar që vitet e tija domethënë të jetës që kishte kaluar në Gjermani me punë, po me super kontribut për vendin. Dhe më e madhe që kam bler shumë tokë dhe që kam vlerësuar atë kohë që kurdo që Serbia mundet me bë këto që po bën tani, mundet gjithçka tjetër me marr përveç tokës. Tokën s'mundet me marr me vete. U vendosë, pastaj erdhën në morën mua, ka qenë shumë vështirësi me u ribashku, sepse kemi pas domethënë kufizime territoriale sa mundesh me u largu prej zonës ku je lajmëru që jeton ai. Por për shkak të që ata kanë qëndru mirë në komunitet ku kanë jetu, pjesa e familjes së Grustagjës dhe rrjetit të tyre, edhe pastaj erdhi gruaja e Agjës me djalin e motrës vetë, morën prej Strugës me gruan e vllaut dhe na bashkuam me familjen në Hasanbek në Shkup. Kemi qëndruar në Hasanbek në Shkup, fillova me pas ndjesinë që lufta nuk po sheh fund. Fillova me dalë, Hasanbeku ka qenë një lloj qendre e refugjatëve, ka qenë një farë shtëpia kulturës, ka qenë edhe vendi ku është bërë logjistika për organizimin, shpërndarjen e ndihmave ku diun. Aty takova një djalë nga Ferizaj, me emrin Mentor, që ka qenë bashkëmoshatar, për fatin tem jo të mirë në familjen ku vendosën nuk kam pas moshatar. Unë integrova, unë domethënë u kujdesha për lopën, u kujdesha me mje lopën, u kujdes për gjithçka të familja ku jym, në që ata na hapën derën që na jo vetëm u bë barr, por me qenë në ndihmës në këtë punë që bëjmë. Edhe me mentorin na ra me dal disa herë domethënë aty në qendrën e Hasanbekut, edhe po them okay, lufta s'po shifet se ku ka fundin. A shofim, shkojmë në kamp edhe dalim, unë thash ambicien e kam me ikë për Amerikë. Është vendi shpresës, vendi ku ndoshta unë një ditë do të kem mundësi me mbështet familjen kudo që përfundon, por edhe unë do të më rri për veten tem, sepse kam ambicet e mia që unë e di që do të më rri. Kam pas ëndër që të jem oficer ushtrijet në atë kohë. Edhe fillum domethënë me mendu, po se dishëm si duhet me bëj atë punë. Domethënë vetëm me ngjash që ditën me e bësh me pyet domethënë se cilat janë linjat me shku deri në Shkup, edhe pastaj prej Shkupit me shku dikun. Nuk e dishëm nëse kur Stenkoveci, nuk e domethënë nëse kishim haberën neve si duhet domethënë. Fillova me bisedu në familje, se një herë ftentova me familjen, dasha me ardhmë me u vesh, me shku në Shqipëri, edhe me u vesh si ushtar. Më e mendra me t'liu
ai zoti shtëpisë, ai ju filloi me çajt si fëmijë. Tha Fatos, tha, baba nëna dhe kanë tani djalë, tha që është në luftë, i cili tha ka qenë tha i plagosur, tha vazhdon tha me qenë në luftë, që nuk e din tha. Keni tha një vëlla tha që keni në Gjermani, i cili tha po bën përpjekje maksimale ju më mbështet. Tha i kanë tha ti i kanë sy. Tha djali i ri, tha ku po do me shku? Edhe filloi domethënë me çajt, filloi edhe me formë sikur e mbindi mos me shku në vesh në luftë. Me ka qenë një vajzë prej Amerikës që doli në televizor, erdhi prej Amerikës, kishte mosha jam, thash, kë ka ardhur prej Amerikës. Në vesh me luftu, e unë po iku, bashku, kush po do mbashliru vendin, e ka qenë momenti kur edhe nesëm, këthej, domethënë fillova pastaj riorganizimi këtej me mentorin, edhe hajde po daljem. I thash babës, thash kështu, thash na dojna me dalë, tha, birë, thash, nuk jam i meshëm, tha me mësu, tha. E dita që i pjeku mjaftu shumë, tha, unë mbusha 15 vjet, me që rafjala, mbusha 15 vjet, aty në Shkup mbusha, me 19 prill, edhe më tha, birë, tha, po jam i meshëm, tha, me mësu, tha, se cilë është me e mirë, thash, po s'po jam as i fuqishëm, tha, me të majt me thonë që shtu, sepse tha, ti e din ta rrugtimin ton, ti e din ta gjithë ato që ka unë dhe natë kemi dhënë ta deri tani, tha, ku do që t'jesh, tha, kujdes dhe mundo ato, tha, që deri tash ta ke hec, tha, me rrugtu, tha, tutje, tha, me qasjen, sjelljen dhe vigjilencën tonë. Kështu që pjesën tjetër, ka qenë momenti kur jam nda nga familja, po ashtu domethënë që se di shumë, prap, ishte domethënë unë ndjeva shumë jo rehat kur u ndava, sepse ndoshta në moment mund të ketë kriju në shije që në familje si në rregull. Edhe pse ata e kanë ndjekë këtë pjesë, unë jam i vetëm në mosh, dhe këto e kam prit me shumë dëmshuri, por e kam prit edhe me rehati pjesën që unë po largona. Unë e takova mentorin, morëm me mentorin, e morëm një taksi. I thamë po dojna me shumë Stenkovec. Një taksi ka qenë taksi, nëse s'gabi ka qenë në Zezën, po ka pas post bloke pa fund prej Shkupit deri në atje. I thamë përdojna me shku në Stenkovec. Ata ka qenë me rrezik edhe për ata vetë, por sigurisht edhe në atë kohë kanë funksionu, ku diu në format e organizimit të tëne, qofshin ato korruptive, ose ku nuk e di kryesore, na hym taksi, shkum deri dikun në qatë rrugë, në njëri për pozdogët, me jep një ta kartonat, unë thash se kam, unë kisha me vete, po thash nuk e kam kartonat. Sepse unë nuk e disha sa të vëzgjoha se lufta. Stenkoveci kam pasi trambolin për të largu, për të hecë në botën e jashtme, për të marrë lirinë dhe për të javë vetes mundësi, për të zhvillu, sepse nuk dishim se kur është fundi. Fillun sepse u zgjatën bombardimet, dhe më nuk dishim se kur fillun bombardimet, na mendojshim që shpejt ka me përfundu, edhe ajo është domethënë pika e shpresës, po kur filloi zgjatja na fillu me edhe pastaj me mentorin na kthyn mrapa. Tam nuk e kem kartonin e rezidencës që na dan, na kthyn mrapa. Hypim në autobus, shkum me një autobus, shkum deri te fshatna, nuk e maj mend se cila fshatna kanë qenë. Nuk i maj mend, nuk e di cilat kanë qenë, kemi hecë nëpër ato fshatna, me idenë që në kam tash një pjesë me bën në kam, sipas pyetjeve me njerëzit që bëjshim, kalon për një rrugë, e kalon një lum, është një urë edhe pastaj i afrohet zonës së Stenkovecit. Kemi hyrë në për atë fshat, ma mend që ka qenë fshat i banuar domethënë me serb, ata thoshin që janë serb, kur kam biseduar pastaj mrapa me atë, Maqedon serb. Edhe kur kemi mbërritë çaj lumi, me ato ka qenë patroll policisë. Edhe pa unë që s'ka mundësi, kemi marrë më kthy. Po kur jemi kthy ne pyetëm njërin prej burrave, ka qenë një burr 65 vjeç. Edhe e pyetëm se ku është orientimi për Stenkovec. Na dha drejtimin, apo. Kaloni kështu me dorën e ka bën. Edhe kur shkuam atje, po kur na pa që u kthym, ajo është fut mbrana. Edhe na nuk dishim më për çka u fut mbrana. Se kur na pa që u kthym, ata filluan me dyshu. Unë atë nuk e disha që Stenkovec është edhe kufi me Kosovën. Ndoshta ka qenë qytet ata as për vetes si janë dieta sigurt. Edhe kur e kemi pa që është fut mbrana, zishëm as kemi marrë arma për shkojmë te policinë, ne kemi filluar me vrapu. Kemi shkuar ka qenë një si qendër e fshatit ku prit ka autobusi, domethënë gjithmonë prit një autobus që ka qenë një linjë urbane sigurisht në të asaj zonës, e morëm një gazetë maqedone, e ndajtëm për gjysmë, edhe bënëm sikur po lexojmë gazetë,
sepse minutat, 10 minuta derisa u nis autobusi për më kthy për Shkup, për mua kanë qenë minuta më të gjatë të asaj dite. U kthy në Shkup, nuk rreshëm mos përpjekuri dhe pastaj morëm taksi tjetër. Edhe i treguam domosdoshmë gjithë statin. Tham kështu, domosdoshmë ai kemi vënë 2 përpjekje, jemi kështu, shpjeguam kristatin, ta okay, ta po provojmë. Shqiptar ka qenë. Edhe morëm rrugën e kaluam postbllokun. Për habi, domosdoshmë të njëjtin postbllok, domosdoshmë në analen pyetjet nuk i mbaj mend, Maqedonia kanë qenë, si di që kanë qenë, por domosdoshmë nuk kanë kërkuar kontrollin sikur herën e parë, kaluam edhe mbritëm në Stenkovec. Në Stenkovec ku mbritëm, ishin 7 persona, unë mentori, unë ndajtë me mentorin, se kuptoj domosdoshmë se kemi nda, nuk e kam memorie, kam të shkputun si jemi nda me mentorin, edhe sepse ka qenë reni për më fut në Stenkovec. Në Stenkovec masi pse je, ata dëshin më siguru që nëse je në zonë, më u kthy ku je, a ka ke ardhur kjo, ku diam pyetjet e tyne. Dhe kam taku 7 persona të zonës së Preshevës, në të fshatnave të Preshevës, atë Tërnocit ka qenë di që më shumë se gjysma për ty kanë qenë të fshatit Tërnoc, aty ku mësu emrin e fshatit Tërnoc. Edhe kemi përfundu, pastaj mas që u futëm mrena, u regjistrova familjen, thash që kur do vjen koha me lëviz, po e marrë domethënë familjen me veti, tham që ene se është rregullu kjo gjë. Unë i mora kartonat e kampit, pastaj domethënë familjen, u vendosa me këta, herën e parë u vendosa me një, ka qenë si pikë grumbulluese njerëz që hynë në kamp. Ka qenë një shator i madh, ndoshta në 30-40 veta, se më mend, por ka qenë i tmerrshëm në kuptimin e higjienës, kushteve për jetesë dhe atë natë rashi gjithë natën. Unë kona që lodhën, domethënë nga krit këto përpjekje, kam flajtë domethënë se kam pas ndjesinë që të flajt në ujë, se ka filluar domethënë çebet, bataniet me thith ujën. Kur më qenë mëngjes kam qenë komplet i lagën. Meqense ka qenë maji, në zgabim ka qenë diku te 8 maj, ku deri në ora 3 ka qenë përmbi 30 gradë Celsius temperatura, deri në ora 3 ka qenë një grumbull i zallë i ranës, edhe unë kam hyrë maj e ranës, me unëze, deri në ora 3 nuk më është nalën e djegmja e eshnave, për stofti që unë kam marrë gjithë natën. Ka ora 3 kam fillu me marrë veten, tek atëherë kam fillu me u paraqit me letrat, me fillu me u regjistru, me organizu dhe këto krejt. Filloj iku kjo, pastaj fillova me pyet vetëm çka mas. Po i takoj atë djem të Tërnocës që të anës Preshevës që u futa me ta në kamp. Tha ne kemi marrë tani shator, tha jemi 217, shatori numër D 217. Thash, okay, shkova shatorin e pash, thash am pranoni, tha po më, tha s'ka problem, tha po s'kemi nashta mjaftueshëm, tha hajde se ja bëjmë dyqysh, edhe harnohemi me bataniet e me këto krejt. Por unë nuk e disha, kur u regjistrova familjen, tash mund të takojshin bataniet, ushqimi për 8 persona, sepse unë i futa gjyshin, nagjen, grunë nagjës, prindrit e veten edhe grunë e vllaut. Domethënë që ishin për 8 persona, edhe fillova tash unë thash përveç vetes tash mendoj që edhe juve mundem ju ndihmu, edhe filluam të organizojmë dhe u akomodu. Mas asaj ka qenë pasiguria edhe prej atyre. Kam filluar sigurisht ata më ndjek për mi prunë luftë, si ushtar me i vesh, edhe sa më mend që ka qenë arsye pse ata kanë filluar ka qenë formë për mu largu prej pres për t'i vesh me armë luftu me shqiptarë. Edhe pastaj kam filluar me pyet vetëm çka mas. Kam filluar me u interesu, ku më u regjistru, ku më shku. Sigurisht Amerika është targeti i parë, po Amerika kuptova që e ka zhvendos fokusin nga Stenkovec 1, e ka vendos fokusin te Stenkovec 2. Stenkovec 2 ka qenë në qendër e dytë, domethënë e radhës pasi është ngarku Stenkovec 1. Okej, pastaj për mua ka qenë target Izraeli dhe ka qenë Australia si mundësi sepse pak njerëz u paraqiteshin për Australi sepse vendi i largët. Izraeli dhe Australia ishin vende që kishin hapësinë me u paraqit, me u regjistru për me mujt me shku. Izraelin se kam ditë, se kam njoft, s'kam pas në informata, kam njoft vetëm si emër, nuk kam ditë, për mua ka qenë Arabi në atë kohë, perceptimi jam edhe në interesin pas matolt. Harrova me përmendën një gjë, unë u punësova pastaj si vullnetar, kuptohet, në Save the Children, ata ofrojshin telefoni falas për njerëz që kanë ardhur për t'i rilidh njerëzit me njerëzit e tyre në për Evropë të botë. Edhe na kemi dhënë shërby, kanë qenë në zgabën dikun 8 telefona që këtë kohën i kemi dhënë dhe kanë pas ka 2-3 minuta kohë njerëzit me u rilidh, me thonë që na jemi në Stenkovec, kemi kështu gjallë, kaq ka qenë ideja me këtij shërbimi. Por ose një kom ditë që është vend perëndimor
erdhë koha na i caktuan terminin për të bërë kontrolla shëndetësore, i njoftova familjen të kemi përfunduar në Sydney. Ne kemi përfunduar në një zonë që është mes Victoriasë dhe New South Wales, mes Melbourne-it edhe Sydney, Albury Wodonga. Në zgabën jona ka qenë në një vend, ka qenë si tip fshati, por ka qenë si bazë ushtarake e Australisë. Ka qenë një super pritje. Një super pritje, domethënë që fjalët janë të mangëta për ta përshkruar mënyrën që ata kanë hap dyert, kanë hap zemrat, kanë hap gjithçka, edhe komuniteti dhe gjitha. U akomodum, kemi qenë diku në zgaboj një afër 200 vetash, domethënë në atë kamp, edhe aty kemi jetuar domethënë pjesën tjetër. Aty më lindi edhe djali vllaut, sa ishim atje. Ata në ofruan gjitha. I ofruan domethënë mundësinë e organizimit në klube, unë më mend kur përpara kur një tem s'kam luajtur biljard, s'kam ditë as është biljardë. Edhe fillova atje, unë s'kam ditë fillim, s'kam ditë as me rrok topin e bardhë të biljardës, në fund mora vendin e parë biljardës. Domethënë ata organizuan jetën aq shumë, na dhanë mundësi aq shumë domethënë që na mos më umërzit në atë pjesë. Na ofruan domethënë kryqin e kosh, na ofruan çdo gjë, na ofruan, domethënë nuk ka pas diçka që domethënë ç'ky sa po mungon përveç që na mungoi këtë domethënë neve Kosova. Nuk na mungoi në kuptimin e jetës atje, plus na kemi hapur kushte minimale për me thonë. Domethënë në Kosovë, paktën neve në fshat kemi pas, nuk kemi hjek për bukën e gojës, po kushte kemi pas minimale. Më mend kur kam qenë në zonë në vitin 90, i kam kep vetë në sandalë, se kam shku me sandalë në shkollë. I kam kep vetë, sepse mu çka pjesa e sandalës edhe tash imagjinoj për keq asaj ose fletorët fillojmë na furnizu agja që ka jetuar në Prishtinë, sepse në një moment si sot më mend morën thaste mille që kanë qenë, me i pre në formatin e fletores, me i kthy në fletore, me i organizu sepse s'kish mundësi as me ble fletorët. Edhe në mbrëmje agja erdhi me punë fletore neve dhe fëmijëve të agjës tjetër. Edhe pritja ka qenë fantastike, lindi djali vllaut, kosovari, na lindi po vllau kur ndam tha, nëse lind tha djalë tha, ja lënë emrin tha kosovar. Nëse lind tha vaj sa lënë kosovar. Tha unë tha s'ka rëndësi tha jam as jam, të ku jam. Por tha ju tha po hecni, tha kështu që tha këtë ta keni tha nëse lind gjallë tha kjo është emri tha me cilin ai duhet. A u lidhët me vllaun? A ishit këtë? Jo, na s'kemi pas asnjë kontakt domethënë me vllaun deri pas luftës më domethënë kemi pas të shkut në këtë kontaktet. Pastaj lufta përfundoi domethënë shumë shpejt. Fillojmë organizu, ata thanë që na nuk mundna më kthy juve më një herë sepse ka mina për pa na dhënë dritën e gjelbërt ku diun organizatat Herna Fashion. Po tash po e kuptoj që ka qenë organizata ndërkombëtare. Nëse na japin dritën e gjelbërt që është safe place, është vendi i sigurt, më u kthy ju në vendin ku jeni ardhur. Edhe ka qenë fluturimi i parë, ka qenë në gusht. Nëse s'gaboj ka qenë diku 8 gusht. Edhe unë paraqit, domethënë, na jemi paraqit krejt për me ardhur në fluturimin e parë. Por gruan e vllaut nuk e kanë lënë me fluturu për të parë sepse lindi me 3 gusht djali dhe tha që i duhet kohë për me u forcu për të qenë gjendje domethënë sigurt me hyrjen e aeroplanit ku diun kushtet shëndetësore në lehone. To kur kam ardhur në Prishtinë ka qenë ndjesi hala më e keqe se kur kam lënë Prishtinën. Ka qenë shumë e abetshme. Përkundër domethënë sepse ishte një super thymje më rrim në stacion të autobusave, ka qenë gushti kur edhe ashtu shkrumon gjithçka vera në Prishtinë. Është e thatë. Imagjino atë kohë kur stacioni i autobusave ka qenë tmerr, kur ka qenë organizimi ka qenë i tmerrshëm, në që ka qenë një dështim që unë e kam ndje, domethënë në organizimit të rikthimit të njerëzve. Ka qenë nuk e di, ndoshta është normal për një periudhë mas luftës, por kam ndje një shturje të gjithë shkajet për asaj që unë kam pritë që kur kthena domethënë kam pas sepse u bën më 2 muaj kur hyni domethënë NATO. Nuk ish më ditët e para domethënë ishte domethënë prej qershorit në gusht, për mua ka qenë domethënë se okay, domethënë të paktën kur shkoj dikush më orienton, ecën të djathtë ose ecën të majt. Do ka qenë një shturje domethënë totale. Ka qenë diçka domethënë që e psova një shok. Ndoshta karshipritje si kom pas. Fillova me marr veten, e pash më okay, ke ardhur. Se çka po ti kur kthe? Se di, domethënë minimalisht pritra që njerëzit që janë kthy kur më rri, din më thonë që ti ke ardhur, hecën çet rrugë, je sigurt, merr valixhen tonë edhe trego ku do të shku. Të orientoja ku më shku, sepse unë për mua Prishtina ish një det sepse unë se disha as Prishtinën. Domethënë ish zero informim për momentin kur zbresën për autobusit. Domethënë isha prap i humbur.
edhe në Prishtinën e pas luftës, unë e gjeta vetëm të humbun. Shkum të Banesa Agjes edhe u këtym. Shkum fshat, shtëpia e Diegun për sprapim. Unë derisa u këtym nëse prindërit janë kthyer 1 muaj mrapa. Në zgabi ka qenë 9 shtator, edhe gjatë kësaj kohe takova dhe vllaun, pastaj vllau kujdes që vllau kanë qenë teknik të mjekësisë nga shkolla e mjekësisë, është punësuar një herë në spital si teknik e rentgenit. është zhvesh nga uniforma, ka dorëzuar me ato që kanë qenë gjitha dhe është kryer jetës civile. Edhe unë mora pastaj me pasinë e shtëpisë në fshat. Ne kemi pas shtëpinë 3 kat, po i gjithë kulmi ka qenë ato kalpsina, ato krejt, edhe e mora traktorin e Ajsbav, si thëm, a mund ta marrë traktorin që ta pastroj shtëpinë. E mora mund krejt ato mbetjet, me ato tjegullat, me çdo gjë kam pastruar që kur kanë ardhur prindërit, minimalisht, me pastrimin s'kam pas nevojë më marr. Po dje komplet, po ne pastrova këtë ato. Edhe pse ishin me pesha, me këtë, gjitha i pastrova. Kur erdhëm në shtëpi, minimalisht shtëpinë e pam vetëm si gërmadh, po jo edhe mbetjet, sepse mbetjet kanë qenë shumë të rana me i gjetë aty. E pastrova të gjithën komplet, fillova me riorganizu oborrin, fillova me riorganizu këtë, që kur vin prindërit, vjen edhe beba, që te kemi minimalisht në shator jemi okay, por pjesa tjetër jemi. E mora një shator, ku pasaj u vendosëm atje dhe filloi rindërtimi. Fillon vlla që ishte në Gjermani, edhe pse ishte i ri në moshën atë kohë, ka qenë 19 vjeçar, me ato mundësitë e veta që ka pas, filloi për neve ishin shumë. Pastaj fillon kulmin e morëm edhe ndihma, atëherë ka qenë KFOR-i i Emiratëve, në dha kulmin ndihma edhe fillon me riorganizimin, punën e dorës e bëjshim bashkë me babën edhe kështu filloi pjesa jetës, u riorganizova. Fillimisht kam punuar me një organizatë spanjolle Médicos del Mundo. Ka qenë 2003-2004, kur unë i kam mbështetur trajnime për trajnerë për shkollat mesme qendrore kundër dukurive negative, atëherë alkooli, droga dhe duhani. Pastaj kam qenë me YMCA, fillimisht si aktivist, i lideri i ri, e pastaj kam kaluar si udhëheqës i programeve shkëmbimore për Kosovë, mastaj edhe për Ballkanin Perëndimor. Kam qenë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Serbia, nga Shqipëria, në programe të ndryshme që kanë qenë kryesisht programe verore për Amerikë. Edhe pastaj së bashku tash me Nusën edhe me një shok temin e hapëm një organizatë jo qeveritare, Let's Shine Together. E kam dizajnuar me emër, me çdo gjë prej fillimit, ku kam thënë që na duhet të shkëlqejmë gjithë së bashku. Edhe pavarësisht të kalumës, edhe komunitetin e Kosovë, po edhe Evropa, dhe ka pas edhe vlogun të tillë që shkëlqimi së bashku. Kemi qenë nash organizata më aktive për një periudhë në programe shkëmbimore me Evropë, me programe Youth in Action Program që ka qenë i Bashkimit Evropian. Sot aktualisht punoj si konsulent në mbështetje të institucioneve, bizneseve, OJQ-ve, në zhvillimin e tyre, rregullimin e qeverisë së mirë të tyre, edhe në shkrimin e projekteve të ndryshme që ata të parafrohen proceseve që i kanë organizatat, kompanitë dhe institucionet si motra në Evropë dhe në botën perëndimore. Kaq kishim për sonte, me juve jemi edhe nesër në ora 8:10 deri në emisionin e radhës me mu, natën e mirë.